dhe lavdëroni Zotin që Me qirinë në duar, besimtarët ortodoks në Shkodër kanë kremtuar festën e Pashkës ortodokse me shërshet mbajtur në Kishën Ortodokse Shkodër, e cila u drejtua nga fëmijëritari At Nikola Petani. Para besimtarëve, At Petani tha se themeli i kishës është që ne jemi me Zotin dhe Zoti është me ne, ndërkohë lut për udhëzim për mirë në familjet e secilit. Sot është përkujtimi i Zotit tonë. Sot jemi ne që së bashku për të përkujtuar ngjalljen e Zotit tonë Jezu Krisht. Është një moment paskal, për të thotë që, si shtatë folë doktoria një Kryepiskopi Joan, Zoti e poshti vdekjen të mbrafitorin. Sot jemi ndjelë që së bashku për të dhuruar një tjetrit forcën, besimin, dashurinë, që e karakterizon njeriu. Sepse në qoftë se nuk do kishim Zotin në ngjallë, nuk do kishim fitorin e vdekjes. Por Zoti dha veten e tij në kryq, edhe atje në kryq ku ishte tha, fali o Zot, sepse nuk di çfarë bëj. Andaj vëllezër motra, ne kishim të premten, gjithsesi së bashku ishim duke përkujtuar dënimin, kërcitjen, kamshikun, torturat e Zotit në Krisht. Sot avash do jemi gjithsesi së bashku për të kujtuar ngjalljen e Zotit tonë Jezu Krisht. Është transformimi i qenies njerëzore. Nga festa e Pashkës, njeriu ka kuptuar qenia njerëzore ishte shumë e brisht, por me ngjalljen e Zotit ta tregoj se ne nuk i kemi frikë vdekjen, ne kemi mposhtur vdekjen. Themeli i kishës sonë, themeli i ortodoksisë, themeli i krishtimit është ne jemi me Zotin edhe Zoti është me ne. Le të lutemi gjithë së bashku në këtë paskal, në këtë Pashkë, që Krishti të jetë bashkë me ne, edhe të na udhëzoft për mirën e familjet tona, edhe për çdo jetë, edhe për çdo njeri që ka nevojë për Zotin. Të gjithë jemi me Zotin, të gjithë kemi nevojë për Zotin, edhe lutemi për ato që nuk kishin mundësi të marrin pjesë në këtë liturgji të shenjtë. Bekimi në Zotin.